Ja kujtojmë e përkujtojmë vetës sonë çmimin e lartë që është paguar për shtetin e pavarur dhe sovran, për çlirimin e Kosovës, për lirinë e popullit dhe të qytetarëve. Nga Baba Shaban e nëna Zahide e deri te Blerina e vogël, 3 breza të jasharëve, për 3 ditë rresht ndodheshin në një rrethim të shumë fisht e të hekurt të Serbisë pushtuese e okupatore, e cila me mira forca policore e ushtarake, me makineri të rënd, shkrepi me mira predha e plumba mbi këtë familje që është simbol i kombit tonë sot. 3 brezat jasharëve, gjatë atyre 3 ditëve, u flijuan për çlirimin e vendit, për lirinë e popullit, për republikën dhe për bashkimin tonë. Andaj familjes Jashari, ne ja kemi borxh të përjetshëm e të pashlyeshëm angazhimin e përditshëm që të ruajmë e të mbrojmë shtetin dhe të drejtat e lirit e qytetarëve pa dallim. Edhe pse koha kalon, ndjenjat edhe përqimi ose porosia që ka shku për kazit është e përjetshme. Nderimi për Trend për Liri, për familjen Jashari, për komandantin legjendar është i përjetshëm, e po ashtu edhe besnikëria ndaj vendit, ndaj detyrave që na dalin janë të përjetshme. Më vjen mirë ku shoh ka shumë njerëz, më vjen mirë që isha që vinë nga gjitha anët e atë dhëut tonë. Sot, bashkë me strukturat e Partisë Demokratike, jemi këtu për shpreh respektin, për bon nderim në themelet e lirisë dhe pavarësisë të Kosovës, gjithmonë respekt deri në përulje, çka do që të bëjmë na. Nuk është e barazvlefshme me veprën dhe sakrificën që kanë bëhe jasharajt. Gjithmonë respekt, deri në përjetësi, dhe kjo është një vend ku neve do të me na frymëzu, me punu për të ardhmen e shtetit tonë dhe fëmijëve tonë. Atëherë sot nderojmë dhe lartënojmë aktin sublim të jashtëzakonshëm të familjes Jashari, të sakrificës së tyre për lirinë e Republikës Kosovës. Sakrifica Jasharave 28 vite më parë e familjes, e Ademit dhe 56 anëtarëve të tjerë është rilindje e ndërgjegjës sonë kombëtare. Përpjekja për shuarjen e trungut familjar të Jasharave ishte përpjekje për shuarjen e popullit Kosovës, qëndresa në epopejën e madhe të UÇK-s ishte qëndresa vetë popullit Kosovës. Sot kujtojmë dhe nderojmë këtë sakrificë të jashtëzakonshme, dhe mbi këtë sakrificë rikujtojmë vetëm vazhdimisht se sa shtrenjtë dhe mbi gjitha sa shenjtë është liria që e gëzojnë këta fëmijë sot këtu që i pamë në këtë tempull të lirisë të popullit shqiptar.